A ka lidhje vaksina 1 vjeçarit me autizmin? Mjekët sqarojnë në shqetësimin e prindërve. Prej vitesh në rrjetet sociale dhe biseda të përditshme të prindërve qarkullon pyetja: a mund të shkaktojë vaksina 1 vjeçarit autizëm? Ky shqetësim i ushqyer shpesh nga lajme të pasakta dhe keq informim vazhdon të krijojë hezitim në disa familje kur vjen momenti i vaksinimit të fëmijëve. Mjekët pediatrë dhe specialistët e shëndetit publik theksojnë se lidhja mes vaksinave dhe autizmit nuk është e vërtetë. Qindra studime ndërkombëtare të kryera ndër vite kanë konfirmuar se vaksina, përfshirë dhe ato që jepen në moshën 1 vjeçare, si fruthi, rubeola, MMR-ja nuk shkaktojnë autizëm. Ekspertët shpjegojnë se autizmi ka shkaqe të lidhura me zhvillimin e trurit, faktorë gjenetik dhe ndonjëherë faktorë të tjerë biologjik, por jo me vaksina. Ndërkohë, mjekët pohojnë se rreziku më i madh vjen nga mosvaksinimi, sëmundjet si fruthi, i cili mund të shkaktojë komplikacione të rënda, por i kthehen në disa vende pikërisht për shkak të uljes së mbulimit vaksinor. Vaksina 1 vjeçare është një nga më të rëndësishme për jetën dhe shëndetin e fëmijëve. Shpeshherë, specialistët duke nënvizuar se mbrojtja nga ajo siguron është shumë më e madhe se çdo frikë e pabazuar. Prindërit që kanë dilema të këshillohen të flasin drejt për drejt me pediatrin e fëmijëve të tyre, të marrin informacione të sakta dhe të shmangin burimet jo zyrtare. Institucionet shëndetësore vijojnë të bëjnë thirrje për besim tek vaksina dhe tek mjekësia e bazuar në prova, duke theksuar se vaksinimi i fëmijëve garanton një fillim të shëndetshëm të jetës në mbrojtjen afatgjatë ndaj sëmundjeve të rrezikshme.